kuptoja çfarë është duke ndodhur aktualisht në autostradë. Pra, ky bllokim Igli, ma krahaso pak, ne kemi thënë është hera e tretë që ndodh brenda një periudhe shumë të shkurtër. Çfarë ka skandaloze kësaj here kjo situatë? Se unë këto përmasa nuk i mbaj mend në durës. Durrësi shpesh bëhet si Venecia bën. Dhe jo sot kemi parë dhe pamjen të cilat dhe me kanoe, po dhe me barka në Durrës. Po i shohim ndërkohë që flasim. Për të pjesës që të duket qesharakit, kjo është një situatë në fakt shumë e dhimbshme. E dhimbshme sepse me mijëra familje të qytetit të Durrësit sot janë në pushtetin e huaj. Dhe është meqenëse për të ardhur keq dhe këtu nuk dua të ta shfrytëzoj këtë moment politikisht, por ama që të themi të vërtetën, pse ka ardhur kjo situatë, e kemi detyrë. Në fakt, gjithë përfaqësuesit e opozitës, por dhe unë në veçanti kam thënë shpesh që kjo përveç shkaqeve natyrore kam bitë gjitha, dhe këtë them me përgjegjësi të plotë dhe do jap dhe fakte, vjen dhe nga papërgjegjësia e drejtuesve, sidomos të pushtetit lokal. Dhe këtu e kam konkretisht me kryetaren e bashkisë zonja Sak. Do jap fakte dhe do ju them që kjo nuk është e rastishme. Durrësi në qindra vite ka pasur shit, pa diskutim. Ka pasur dhe në kohën ku qeverisin demokratët, ka pasur dhe në kohën para disa viteve kur kanë qeverisur socialistët, por kur nuk kanë ndodhur si këto vitet e fundit. Dhe ka një shkak. Ai është hidrovori i Durrësit. Mos harroni, aty ka dy gjëra shumë të rënda sonim. Së pari, për atë hidrovor është një çështje e cila është tërësisht korruptive. Janë marrë $20 milion nga fondet e rindërtimit për të rindërtuar një hidrovor, i cili përveç arsye teknike, pra kemi edhe një korrupsion. Dhe mos harrojmë që për arsye të këtij hidrovori të ri, dikur ujërat e Durrësit, flasim për ujërat e larta, çakon një pjesë që kalonin në një kanal që dushakët e tin pranë Mbarrestut dhe pjesa tjetër që shkonte në hidrovor dhe derdhës në det. Po çfarë bëri kryetari i bashkisë? Atë kohë e emëruar. Akordoi një fond $20 milion dhe përdori dhe siç është bërë zakon tani më dhe kanë marrë mësim gjithë nga Rama, e kanë lënë me vendim kolegjial, ja kaluan me Këshillin bashkiak të kohë, i cili ishte tërësisht socialist, kaluan pikërisht $20 milion për hidrovor. Dhe e shtyn hidrovorin rreth 6 kilometra më tut. Dhe kanë bërë dhe dy të thua shkallime në formë soje, të cilat çfarë ndodh? Kushdo e kupton, dhe një njeri që nuk është inxhinier, që në moment që ti një sasi ujë që derdhet pikërisht aty kur e kanë ndërtuar italianët, apo është e vjetër, dhe ti është vendos 6 kilometra më tutje, aq më tepër i bën dhe dy tyre në formë soje, është normale të do të llogaritësh sasinë e ujit, pa llogaritur që ka pasur dhe disa emisione të cilët akuzonin firmën Vysat asaj kohe për ngushtimet të tubacioneve. Po përveç sa 6 kilometra, plus detyrët mjaftojnë për të thënë që është e pamjaftueshme që të bësh të ndërhyrje, pavarësisht vjedhjes